Në forcat mia diçka, nuk ka të bëjë me ndihmë dhe me përkrahje. Dhe një ditë të bukur, dëgjove që ekzistonte mundësia për të marrë fondet e Bashkimit Evropian, që do ndihmonin që të zhvilloje kantinën. Dhe ti, çfarë bëre? Absolutisht. Besove që mund t'i merre këto fonde. Për të ngritë kantinën, shkova në fushë dhe kam marrë ta gurt. Në qenë se unë huma në projektin e parë, thash tani ta gurt do t'i la. Njerë kam ble gurt, pastaj kam ble bloshet për ta ngritë kantinën. Tani gurt, tu kanë ngelur stok. Ke bërë 2 aplikime? Po 2 aplikime. Po aplikimet si që boshin aty njëqë. Sepse nuk në një kush nej. Është shumë vështirë për të marrë. Morin vetëm ata që kanë lidhje të fortë, ndërsa nuk merren dot. E di kujt I vajten ato para? E dini ju dhunën që I vajten ato para? I vajten ish deputetit PS-s 180.000 euro. Vllai të ish drejtorit Tusha, Sokol Tusha. Ai mori 182.000 euro. Për to kantina po na flisni? Si ke në parlament, unë nuk kam një fare, kam gjuhën për emisione, je duk shumë I drejt, shumë parimor dhe me rregulla. Do ma ofrosh verën ta provojmë verën Ta shikojmë edhe verën, po do ta shijojmë.